Në një mbrëmje të veçantë artistike të zhvilluar në Kinema Republika, u nderua figura e aktorit të shuar lindur në Shkodër, Mirush Kabashi, me titullin simbolik Një ditëlindje pa Mirushin. Në kuadër të aktivitetit, u hap një ekspozit fotografike me titullin Mes teatrit dhe filmit. U promovua libri dy gjuhësh Mirush Kabashi, Sokrati shqiptar, i autores Driada Dervishi, si dhe u shfaq dokumentari 100 maska, një shpirt i regjizorit Elidor Markja. Në intervistë për mediat, autoria dhe regjizoria Driada Dervishi foli për vlerat e pazëvendësueshme që Mirush Kabashi la në artin skenik shqiptar. Mendoj që pikërisht fokusi edhe një lloj reflektimi mbi atë që figurën e madhe që Mirushi ishte vjen nëpërmjet pikërisht thënieve të shumta, intervistave të ndryshme të marra në momente të caktuara nga teatrolog, aktor, regjizor, producent të njohur ndërkombëtar. Menda Kabashi, vajza aktorit të ndjer, u shpreh se prania e tij ndihet çdo ditë në kujtime dhe krijimtarinë artistike që realizoi. Dyfish e emocionuar pasi Shkodra është vendi ku i mat lindi dhe ka një kuptim të veçantë të transmetojmë të gjithë dokumentarin, librin, monografi dhe të kemi Shkodrën pranishme këtu. Ky aktivitet u zhvillua me mbështetjen e Bashkisë Shkodër dhe institucioneve të kulturës në vend.